Kristina Kok, përveç se është gruaja e parë që niset në një fluturim drejt satelitit drejt hënës, është njëkohësisht tashmë zyrtarisht dhe veçpallur hidraulikja e parë e hapësirës. Kjo vjen sepse Kristina Kok ka mundësuar dhe rregullimin e sistemit universal të menaxhimit të mbetjeve apo tualeti zyrtar i kapsulës Orion, i cili përdoret për herë të parë në këtë mision Artemis 2, kur më parë nuk është përdorur një tualet i ngjashëm, i cili nëpërmjet edhe fuqisë thithëse menaxhon edhe ruan edhe mbetjet e 4 astronautëve përgjatë rrugtimit të tyre 10 ditor. Kristina Kok ka theksuar se anëtarët e ekipazhit janë të trajnuar plotësisht për të adresuar një gamë të larmishme sfidash teknike gjatë detyrave të tyre në hapësirë. Vetëm pak orë pas nisjes, astronautët hasën problematika pikërisht me këtë sistem universal të menaxhimit të mbetjeve, pra tualetin e tyre zyrtar, dhe përpasoj u detyruan në fakt që edhe ta rregullonin atë në kohë rekord brenda edhe kapsulës. Unë jam hidraulikja hapësinore dhe jam krenare për këtë. Më pëlqen të them se është ndoshta pjesa më e rëndësishme e pajisjeve në bord, kështu që të gjithë po merrnin frymë të lehtësuar kur doli se pajisja ishte mirë. Ishte thjesht një problem, mendoj, i të qëndruarit ulur për një kohë të gjatë, por fillimisht menduam se mund të kishte pasur diçka që ndoste motorin, dhe për fat të mirë, të gjitha sistemet po punojnë aktualisht. Mirëmbajtja e sistemeve kritike në bord duke përfshirë diçka themelore, saqë është edhe ajo e proceseve biologjike menaxhimi i tyre, është pjesë integrale e udhëtimit hapësinor në mikrogravitet. Mbajtja e tualetit në funksion kërkon inxhinjeri të sofistikuar. Çdo mos funksionim në sisteme të tilla mund të çojë në probleme të rënda sigurie dhe higjiene për ekipazhin, duke bërë kështu këto detyra me rëndësi mjaft të madhe dhe tashmë të menaxhuara dhe të rregulluara nga hidraulikja e parë e hapësirës.